Veshje nga Rihos. 5 produkte të reja nga Rihos që do t'u tregoj tani se çfarë kam marrë dhe çfarë kam zgjedhur për vete, për mamin dhe për kushurirën. Pari është një fustan që e kam zgjedhur për moshin tim për në verë, është shumë i bukur, është në këtë ngjyrën boqell, por me vija, që me shumë mundësi edhe unë do t'ja marr mamit sepse edhe mua më pëlqen tepër dhe se çfarë më pëlqen mua e vesh edhe unë. Është ky fustani këtu, edhe detajet e pjesës së përparme janë këtu në jakën V, me këtë fjongon e tillë dhe vjen i gjatë deri në fund të këmbëve dhe ndërkohë pjesa pas ka detajin e kopsës sipër, zinxhirin. Provojmë. Mami më duket se ta premtova ty, por do ta gëzoj edhe unë në pushimet e mia të verës. Është një fustan shumë i bukur, vjen shumë i lehtë, vjen tepër sportiv, sikur nuk e veshur asnjë gjë. Duke qenë se jemi tek fustanet, një fustan që e kam marrë për veten time. Në qoftë se do shikoni këtë, do dashurojeni menjëherë me modelin e këtij fustani, ngjyra e bardhë po, kapini pak tani detajet e trantellës tek pjesa e gjoksit, edhe tek pjesa e ripave. Është një material shumë i butë që hapet sipas trupit, është tepër elastik, është kështu. Dhe shikoni pak dhe pjesën poshtë bustit dhe më poshtë vjen kështu në formën e një zaneje. Ta provoj edhe t'ua tregoj. Wow, nuk kam fjalë. Ky është një fustan ëndrash. Më besoni, më besoni, ju pa shikoni vetë, po besoni duke e parë. Shikoni pak se sa bukur ta nxjerr belin, edhe shumë i bukur. Unë e kam marrë masa M, edhe më ri perfekt. Mendoj që tani që jam shëndoshur pak, por ri shumë bukur. Nuk e di. Unë e dashuroj dhe ky e sigur që është i preferuar im në të gjithë këtë haulin nga Rihos, kësaj radhe e dashuroj. Edhe më shkon shumë e bardha. Mezi po pres verën. Vazhdojmë me një palë pantallona nga Rihos që këto janë për mua. Dhe sa i preka me dorë, thashtë të janë fix për tani në pranverë, sepse janë një copë tepër e hollë edhe nuk janë një copë që të mbajnë vap. Mund të them që i kam veshur, prandaj shikoni pa etiket edhe të hapura, por janë kështu, serioze, pjesën e xhepit këtu dhe po prap dhe pjesën pas. Kështu duken edhe pantallonat veshur, tepër të holla, i kam marrë masa M dhe më rinë perfekt fare në trup. Kur të dobësojmë edhe pak, do jetë akoma shumë mirë. Po më ikën dielli dhe nuk kam më kohë, kjo është sepse dita, okay, po vit duke u zgjatur, po në Gjermani nuk ka diell dhe ndaj duket shumë errësirë. Fustani tjetër është një fustan që në fakt do ju lë një foto sepse unë e kam veshur dhe e kam marrë nga Rihos vjet, por kushura ime i pëlqeu shumë dhe i thash zgjidh një fustan çfarë të duash ti dhe ajo zgjodhi këtë, njësoj si mua, që vjen kështu i gjatë, ja keni parë edhe dorës, gocat që e ndjekin dorën, edhe mua vjet nëse më keni ndjekur në Instagram, ka këtë pjesën pas të lastikut me zinxhir, këto mëngët që vinë kështu, ja adhuroj fare, sepse për ne gocat që kemi edhe pakës krah, në imbulon pak këto defektet kështu. Kështu që ky është fustan që unë e adhuroj shumë. Është XS, e di që po ta provoj më bën sepse ka këtë pjesën këtu pas të lastikut që hapet edhe mbyllet, por që do ju lë një foto sigurisht siç ju thash, që ta keni parasysh, vin edhe me këtë të çarën tek njëra anë. Sepse nuk dua që t'ja provoj dhe t'ja prish ndoshta apo t'ja bëj pak spis, le ta gëzoj ajo dhe ta veshja ajo e para. Vazhdojmë me të fundit që është një fund për mamin. Një fund i zi zonjash që i duhet çdo lloj mamie. Mami, po. Është ky fundi këtu i zi me pala që vjen goxha i gjatë ose treqereksh në varësi të gjatësisë suaj. Gjitha të dhënat e produkteve do të gjeni poshtë në description, në qoftë se ju pëlqen edhe diçka, të shkoni dhe ta porosisni dhe t'i gjeni shumë lehtë. Wow, mushim do ta adhuroj këtë dhe për vetë faktin që ka dhe xhepa, edhe është shumë i hollë dhe mendoj perfekt dhe fantastik për në verë. Di çfarë po mendoja? Unë këtë mund ta vesh shumë bukur në krop. Mund ta vesh shumë bukur në verë me një krop, edhe një kapele kashte dhe shapka. Edhe janë tepër bukur, po më pëlqen shumë fakti që ka edhe xhepa edhe duket tepër sportive.
ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Faleminderit shumë që keni klikuar këtë videon. Mirë se keni ardhur të gjithë ju që jeni të rinj dhe keni zbuluar kanalin tim kohëve të fundit. Ju jam shumë falenderuese për të gjitha komentet e bukura që më dërgoni, si në komente këtu në YouTube, ashtu edhe në Instagram. Ju kam shumë për zemër, sepse vërtet unë bëj vlog edhe çdo gjë tjetër, por pa ju unë nuk do isha këtu ku jam. Kështu që faleminderit madhe me zemër. Nesër jam Pashkët dhe në fakt, siç u thash në vlogu kaluar, që nuk e dim, ndoshta kemi qef të bëjmë një grill apo jo, por më lejoni t'ju them që prindrit e Anjës kanë ardhur në Gjermani dhe do mblidhemi tek zgara këtu pas shtëpisë, edhe do bëjmë një zgarë nesër dhe unë prandaj shkova në market e nisa ditën kështu sot, sepse sot është dhe dita e fundit e punës, e mbyll sot, nesër janë të gjitha pushim dhe nuk isha kohë të psonisja nesër. Kështu që po i mbyll të gjitha gjërat sot që është e shtunë, edhe ta mbyll dhe sot punën dhe për një 5 ditë e njëjtën jam pastaj në punë prap. Dhe po ju thoja që do mblidhemi me prindrit e Anjës, do jem unë edhe kushëriri im Deni. Armando ka ikur në Greqi me të dashurën e vet për Pashkët, ndërkohë ju them se besoj shumë nga ju e dini ose shumë nga ju nuk e dini. Ju që jeni më të vjetër e dini që Anja është motra e të dashurit tim, edhe prindrit e Anjës tani logjikisht, natyrisht edhe e qartë do me thënë që janë dhe prindrit e të dashurit tim, po kemi kështu një marrëdhënie shumë si, nuk ti ta them, jo atë si nuse me vjera, po me vjera, do me thënë nuk është kjo, nuk është ky rasti, më besoni, edhe ndjem shumë mirë që do bëjmë një grill, edhe unë faktikisht doja t'i bëja të gjitha shpenzimet vet, por nuk më lan, edhe më thanë që okay, nuk vi më tha Anja, nëse i blendi të gjitha. Thashë ti qa, okay, i ndajmë kështu, ju blini vetëm mishrat, pastaj unë kam nisur me të gjitha gjërat e tjera që nga sallatrat, gjërat që do vendosim të tjerat në tavolin, kështu që dhe do bëjmë një supermarket haul tani dhe kam haruar pa marrë gjën kryesore që është qymyri, që duhet të shkojmë tek Reve, sepse vetëm atje kam parë, ndoshta duhet të ketë te Lidli dhe këto të tjerat, unë te Lidli psonisa të gjitha këto gjërat. Kishte full njerëz dhe të mërshme, se në fakt dje ishte pushim këtu në Gjermani, edhe kur themi pushim çdo gjë janë mbyllur, të dielën pushim çdo gjë se janë dhe Pashkët natyrisht, të hënën po pra pushim dhe çdo gjë prap mbyllur, kështu që i bie të gjithë njerëzit po psonisin sot se do han njerëzit e shkretë. Bëjmë një supermarket haul, nuk mungojnë kur lulka. Ka marrë panine të vogla dhe 2 paketa të mëdha, 2 paketa normale, sepse kam menduar që nesër të bëjmë edhe brusketi. Kam marrë tek Lidli nga këto vezët më të lira, për arsye sepse vjet më ka nisur mami disa bojra për vezë pashke, edhe nuk i kam përdorur vjet, edhe thashë diçka do t'i përdor këtë vit, do t'i provoj nëse nuk janë skaduar apo jo, por ajo që po shikoja është që nuk isha të kuqe, kisha të verdhë, jeshile dhe blu më duket dhe nuk isha bojë të kuqe. Megjithatë s'ka problem, e rëndësishme është thjesht t'i bëjmë pak kështu. Ndërkohë t'ju them që Anja dhe familja e vet nuk i festojnë Pashkën, se janë i fest tjetër. E të rinj nuk i kemi shumë qef këto perimet në zgar, kunguj, patlıcan, mora edhe këto specat, por mendoj që mami dhe babi Anjës i kanë qef. Jo mendoj, po i kanë qef. Ka marrë qepët na duhen, ky kola, në fakt përpijet nuk kam mbaruar akoma, se doja të merja bira dhe disa korona pa alkool, po do t'i marrim tek Reve. Këto Lidli kishin dalë në ofertë këto peson, kështu që unë mora 3, 2 mora për kushuririn, se mi la porosi nëse kanë dalë në ofertë, dhe 1 mora për vete. Kam marrë 2 djath, njëna duhet në shtëpi, një thash të bëja ato të brusketit me domate, edhe po, banane. Mora këtë djathin kaçkavall. Nuk e di tani sa i mirë është, nuk e kam provuar ndonjëherë, nga çmimi e pash ishte pak më i shtrenjtë se ata të tjerë dhe thash duhet të jetë më i mirë, se çmimi justifikon në shumë raste, jo gjithmonë, çmimi justifikon cilësinë. Mozzarella, një sallator, një ananas, domate dhe limona, rrush, mango, 2 dardha edhe një avokado. Avokadon e mora më shumë për sallatën. Në fakt nuk kam marrë sallat siç e shikoni këtu deri tani, sepse kam sallat aty që e kam bler dje. Kam marrë edhe misër, edhe majonez, edhe këto bukët e vogla që vendosen kështu dhe mendova të bëj një si sallat Cezari. Kam edhe pak fileto aty, kështu që mendoj që do ta bëj një. Nuk e kam bërë ndonjëherë faktikisht dhe do ta provojmë, të shkojmë si do na dalë. Po i hodhe gjëra brenda shumë e mirë del ajo, nuk ka justifikime. Remol,
Dhe të fundit janë këto farsoletat, kartopecetat për ta bërë pak tavolinën më të bukur. Të gjitha këto kushtuan 47 € e 61 cent. Mendoj mirë, sikur i kanë ulur pak çmimet. Faktikisht e Lidli shumë gjëra ishin në ofertë, kola në ofertë, rushi në ofertë, domatet në ofertë, mollët në ofertë, limonat në ofertë. Okej, super, edhe djathi në ofertë ishte. Dalim mbarojmë punë edhe te kreve. Sa nga ju e mbani mend të Rexin? Rexi është motori që ka bler Armando që vjet, edhe jam kënaq aq shumë gjithë pranverën në xhiro këtu në Augsburg, që në mes të pende e gjërave të bukura, por këtë vit akoma nuk e kam gëzuar për herë të parë, akoma nuk e kam bërë një xhiro. Më në fund u këputa, bëjmë dhe një herë për herë të fundit në këtë vlog supermarketor se çfarë mora te kreve gjërat e fundit që më mungonin, edhe më në fund mbarova me këto. Edhe një sallat tjetër se ndoshta nuk më del ajo që kam. 2 pakofara, lule shtrydhe. Kam marrë këto 2 birrat, në fakt nuk i kam provuar asnjëherë, nuk marr vesh. Është një birë që prodhohet në München, mos gaboj, nga sa lexova pak. Edhe mendova ta marr dhe ta provoj se babi i Anjës, babi të dashurit tim, i ka shumë qef këto gjëra tradicionale të vendeve dhe ka atë kuriozitetin që do t'i provoj. Ky shishe me ujë, kam marrë 3 tzatziki, në mënyrë që mos ta bëj vetë te kreve, të gjitha, është kjo këtu, ta provoni nëse nuk e keni provuar, se janë super shumë të mira, edhe kushtojnë edhe shumë lirë. Pak orbit, kam marrë këto që ua tregova në market, janë si tip snack, është për t'i lënë në tavolinë aty në mes, bashkë me mozzarellat për shembull, me djathin e kaçkavallit, me ullin. Mora një djath për grill që piqet tek zgara, edhe këto djathët snack janë kështu të prera. Patate, ju a kam thënë që këto patatet janë shumë të mira, si për t'i bërë në furrë edhe të skuqura, janë njësoj si ato që hanë në Shqipëri. Dhe gjëja kryesore, qymyr. Prova që kisha futur këto te çanta, mora këto dolçet, po e kam hapur një, se ju betohem jam pa mëngjes edhe pa drek dhe ora po shkon 3. Edhe imagjinoni që për 1 orë gjys do nisem edhe për në punë dhe nuk kam ngrënë asnjë gjë. Domatina, kam marrë këto këtu. Gjithashtu limona bleva, po mora edhe këtë që është në formën e lëngut. Dhe shifni pak tani se ç'a gjeta. Gjeta vezët. Janë këto vezët të hanë faktikisht dhe janë shumë të mira, mbajnë shumë të mira këtu në Gjermani. Janë kështu të ngjyrosura, po janë tepër cute. Shikoni pak. Janë kështu. Nuk ishte me të kuqe dhe mora këto që kanë 2 portokalli, 3 jeshile dhe 1 roz. Gjitha këto të kreve kushtuan 41,34 euro. Dëgjoni këmbanën në sfond nga jashtë. Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve, ju uroj Pashkë të gëzuara, Pashkë të bekuara dhe sa më të bardha për familjen tuaj. Pëlqen një shprehje që e kam shkruar edhe në Instagram, pak me vonesë e di, por e rëndësishme është që energjinë e mirë ta marrim gjithmonë edhe të jemi sa më besues tek vetja, te jeta, sepse jeta është shumë e bukur, edhe janë shumë pak ato momente që duhet të mërzitemi realisht. Gëzuar Pashkët nga zemra, ju uroj që në çdo zemër të ndizet drita e besimit, e paqes dhe e dashurisë së vërtet. Le të kujtojmë se jeta rilind çdo ditë kur besojmë dhe duam fort. Pashkë të bekuara në familjet tuaja, edhe asnjëherë mos e humbni besimin në vete, besimin në Zot, në çfarëdo lloj Zoti që ju besoni, sepse është një energji më e madhe se sa ne, që mund ta besojmë e na mban në ndjenjen e paqes, besimit edhe gjërave të bukura gjallë. Unë jam bërë gati sepse para se të nisim me përgatitjet për drekën, nuk e di sa do mundem dot të filmoj, nuk dua të vas kënd në siklet, por do shkojmë pak tek Ina, te kushërinë e mi që i kam pak afër nga shtëpia
shtëpia, sepse kam përgatitur një pako të vogël që t'ua çoj për Pashk, edhe t'u uroj dhe atyre gëzuar Pashkët dhe pastaj më pas mund të nisim nga dita jonë. Është një kohë shumë e bukur këtej sot, shqyr që na ka mbajtur edhe për grill, dhe ndërkohë sot në darkë hapet Augsburg Plerer, që janë ato lojrat e bukura që këtu në Gjermani vinë në çdo qytet, vinë për shembull 2 javë në Augsburg, 2 javë në Münih, kështu me radhë, bëjnë një si tip turi në gjithë Gjermaninë dhe mendojmë që të shkojmë edhe në darkë aty. Kështu që ti tregoj edhe se çfarë kam marrë dy gjëra të vogla për tek Ajri, e mbani mend baby Ajrin, edhe nisemi për aty një herë. Peshja ime ndërkohë është shumë e thjeshtë, nuk është se kam veshur diçka, thjesht rregullova pak fytyrën me make-up, pak me atë BB creamin e Glowy Skin që e kam marrë aty, edhe vesha këtë kanatiere nga Zara dhe këtë sepse është goxha ngrohtë jashtë, kështu që edhe pantallonat e bardha, edhe shumë mirë. Po që ndihem edhe rehat edhe bukur. Shikoni pak pamjen nga dritarja ime të sallatës, e shikoni që po merr jetë, dhe ndërkohë aty jashtë është pjesa që ku do bëjmë grill edhe tavolina. Edhe vezët janë gati, më vjen shumë inat që nuk kemi bojë të kuqe në shtëpi, por s'ka problem, e rëndësishme është që këto i kemi bërë, edhe do bëjmë pastaj tostanesti e quajmë neve dhe të shkojmë se kush do fitoj. E kam marrë këto lulet për inën, shikoni pak se sa të bukura që janë, këta trëndafilat roz, edhe te kjo pakoja kam vendosur një lëng frutash dhe 2 çokolata vezë të tilla për Ajrin dhe për Noemin, kështu që le të shkojmë edhe atje, edhe ta nisim ditën kështu bukur, do ju marr me vete edhe atje. Edhe për mua edhe për Anjën nga Ina, ndërkohë kjo veza fitova aty, kështu që e mora me vete një çokolata rush, edhe shkoni pak sa e bukur ky kartoni. Happy Easter! E po, të jesh në një marrëdhënie super të shëndetshme dhe shumë të mirë, edhe të dëgjosh këngë vojt e veten time kam parë. Mirëmëngjes! SPF, dje nuk filmova shumë normalisht se ftohtë buzë. Sepse ju thash që nuk do të vjen njerëzit në siklet dhe plus na ka marrë shumë, domethënë ka ikur dita shumë shpejt dhe nuk e kam kuptuar fare se si qysh tek. Jemi marrë me muhabet, kemi bërë grill. Kemi diskutuar tema shumë të bukura, unë dhe Anja kur bëhemi bashkë, nuk mbajemi fare domethënë. Jemi të dyja një mendje, një kokë, edhe thjesht flasim gjatë gjithë kohës dhe i çojmë ato mendimet tona deri në fund, edhe më pëlqen shumë kjo gjë se pastaj fillojmë shkaktojmë debate, edhe kënaqemi pastaj, kalojmë ditën shumë bukur. Ndërkohë mbrëmë ishin hapur edhe Augsburg Plerer, që janë ato lojrat e bukura, edhe shkuam atje. Bëm një xhiro, bëm ja 2 lojra në fakt, më shumë shkuam për ta parë edhe prindrit e Anjës, sepse ata ikin sot, më shumë mundsi duhet jenë nisur për në aeroport. Edhe nuk ju mora me vete, se normalisht kam dashur faktikisht që ta lati ditën të rjedhi shumë lirshëm dhe mos të jem në presionin e kamerës, edhe në idenë që duhet të filmoj content për YouTube. Ditë kemi plot të bukura si dje edhe sot kemi goxha kohë të mirë, sado që ka thënë që do na prishet. Unë jam bërë si parashikuese mos, si quhen ato speakerat që tregojnë motin, që në çdo vlog edhe në çdo ditë e nis ditën time e them, sot kemi kohë të mirë, jo, sot nuk kemi kohë të mirë. Edhe lipozanin e buzëve, një labelo, edhe të nisim ditën tonë, kuzhinën e kam pakës rëmuj, sado që me enët më ndihmoi mami Anjës që t'i lanim, edhe ka ngelur thjesht sa ushqime që do fut jo në frigorifer, jo gjëra të tilla, një fshesje leckë shtëpis. Edhe po, jam pushim nga puna,
sot, nesër dhe pas nesër, dhe sot pas ditet ju them që Deni ka ndeshje, edhe për herë të parë, do me thënë këto kohë që ka filluar me ekipet, edhe për herë të parë do shkoj dhe unë të ndjek, sepse nga pamundësia nga që kam qenë në punë nuk kam mundur dot. Kështu që sot do shkojmë bashkë, do jem vetëm. E di çfarë, do jemi bashkë, nuk do jem vetëm, do jem unë edhe ju së bashku me mua, që do shkojmë atje dhe të kënaqemi pak edhe të kalojmë një pasdite të këndshme. Më ka vajtur mendja për një cappuccino. Kam 4-5 ditë që nuk pi asnjë cappuccino. Është shenjë kjo që unë do filloj kafen? Më thoni. Edhe po mendoj të rregulloj çik shtëpinë lart e lart, se shtëpia nuk mbaron kurrë njerëz, nuk përfundojnë kurrë punët e shtëpisë. Edhe të vishëm, të vesh një palë gjinse edhe ndonjë xhaketë, ndonjë palë tuta, nuk e di, edhe dalim për kokrën e shefit ton në qendër, sot gjërat janë mbyllur, po pimi kafe. 8 minuta e kam nga shtëpia me tram, me Straseban. Ta dhe gjithmonë Dajana. Kur them Straseban, Dana është një kushira ime që është dhe shoqja ime më e mirë, domethënë. Surprise! Kisha një caramel macchiato font Starbucks që kam bler tek Reme, edhe nuk po dal fare. Po hap këtë, edhe të bëj edhe pak make-up, edhe pastaj mendoj të dal një xhiro në natyrë, të shijoj pak të natyrën, sepse po çelin edhe lulet, edhe rregullojmë një çik. Se jo, flokët i kam, si që jam bërë dje dush, i kam këshu, si të shkatëruara. Kështu që ti rregullojmë pak, ose dhe mos i rregullojmë, thjesht rregullojmë pak fytyrën, bëjmë pak make-up, edhe bëjmë edhe pak muhabet. E di qa, njerëz, ju betohem, jam një fazë shumë të keqe të jetës time, që rri dhe mendoj gjithë kohës që dua një kafshë shtëpiake, që dua të marr një qen ose një mace, më së shumti një qen. Po, kam edhe frikë, se mendoj, ja, dua të lëviz, ja, ku do ta çoj, kush do ma mbaj në raste të tilla, se ta mendoni që të mbash një kafshë shtëpiake, sidomos tu në Gjermani një herë, është do shumë lek, do shumë kujdes edhe të gjitha. Do thoni ju, i ke tani kaq shumë lek për të mbajtur një kafshë tjetër, zëre sikur do mbash një njeri. Jo, nuk i kam kaq lek, kështu që hidhet poshtë edhe ky si muhabet. Një hall tjetër që kam, shumë e mirë. Bëj pak make-up me këtë BB creamin, nga Sisa Clearing BB cream, që është në numër 21 light beige, edhe e kam marrë tek Glowy Skin. Edhe t'ju them edhe një siklet që e kam pasur këto ditët e fundit, unë në Gjermani nuk e kam akoma një mjek familjar. Imagjinoni, paguaj siguracion 140 euro çdo muaj si studente, edhe nuk e kam një mjek familjar që të mundem të regjistrohem edhe të bëj të gjitha analizat që kam nevojë. Dhe thasha, ti qa, pse? Unë po i pagoj këto lek, janë shumë lek, nuk janë pak lek 120 euro në muaj këtu në Gjermani. Se ta mendosh, në një familje shqiptare, 120 euro me rrogat mesatare në Shqipëri, janë shumë lek. Me 120 euro në Shqipëri mund të bësh shumë gjëra. Dhe kam një siklet super të madh, kur flas në telefon që ti marr dhe të them përshëndetje, jeni juve mjek familjeje, keni vende të lira që unë mund të regjistrohem? Se shkova këtu afër lagjes time, edhe këta tani nuk kishin vende. Tha, më fal, tha, po ne nuk kemi, tha, vende për pacient. Edhe unë ngela kështu, ç'të bëj unë tani? Të iki 40 minuta larg shtëpisë për të lidhur me një mjek familjeje. Okej, kam lënë pak pas dore se gjërat janë mbyllur dhe kam pas shumë punë, të jemi sinqert, por që kështu. Edhe kam një siklet shumë të madh të flas gjermanisht në telefon. Nuk e di nëse ju ndodh edhe juve që jetoni këtu në Gjermani apo jo. Do të thënë, unë muhabet kështu përballë të kënaq me gjermanishtën time. Bëj gabime plot, sa të duash, do me thënë bëj gabime, por që në telefon e kam super siklet. Ndoshta është ai kontakti me njeriu që unë dua ta shikoj në sy njeriu kur flas. Edhe kur e shikoj në sy e kuptoj shumë mirë. Ndoshta edhe disa gjëra që nuk i kuptoj nga fjalët, mund t'i kuptoj shumë mirë nga mimikat e trupit që ai bën. Më kënaqi. Make-upi është gati, bazat dhe gjërat që bëj gjithmonë dhe ngjan fytyra shumë mirë, shumë pastër, shumë shkëlqyeshëm. Tani të rregullojmë flokët. Goca, duhet të keni me patjetër një mash të tillë treshe, sepse ju shpëton jetën, sidomos tani që po vjen edhe vera. Ky është shpëtimi që mund të ngjani edhe shumë bukur, edhe në pak kohë. E di, në verë unë mendoj për sikur të isha vetë. Unë në verë gjithmonë kur i shtri flokët në bazdite, në darkë kur dal, edhe që jo bëjmë pak me djerë, si jo vapa, jo kështu elektrizojmë flokët, kthejmë prapë në gjysmë-monde, si flok leshi, i bën me këtë dhe shpëton. Nëse ju betohem, nëse jeni me pushime, merrni me vete një si kjo, edhe asnjë pjasë nuk do ju duhet fare dhe ngjani shumë bukur.
Kaq ishte e gjithë gjëja, edhe për 3 minuta mbarova. Jemi sinqert, po mendoja këtë si tip këmishe, por e di që nuk do jem rehat edhe sikur nuk më pëlqen për një xhiro nga pylli, kështu që do vesh një kostum sportiv. Si për t'u knaq, edhe tani po çmëtem nga hundët edhe nga syt po më lotojnë, edhe e vdisha nga që janë këto pemët që sa po çelin edhe kanë shumë polen, edhe këtu në Gjermani të gjitha pemët kanë një si pluhur të verdh, kush jeton këtej e di shumë mirë, edhe mbushen të gjitha rrugët, makinat, është mbushur i gjithë pylli me pemë, prandaj ndodh kjo gjë. Kur unë dola nga shtëpia, Armando sa erdhi edhe nga Greqia që kishte festuar Pashkët me familjen e të dashurës së vet, edhe kështu ishte edhe ai me hund të bllokuara, ishte i dhimbte gjithë kjo pjesa këtu nga alergjia, edhe po diskutonim edhe me Inën dhe me Ermalin kur shkova dje për Pashkë në mëngjes, që i urova, edhe po më thonin dhe ata që atë ka kap alergjia, dhe i thash gjithmonë më zë në darkë, më dhëmin të gjithë syt, hundët, çdo gjë, dhe më vjen t'i kruaj aq keq, edhe tha kështu jemi edhe ne, edhe kur kemi ardhur në fillim nga Italia, thanë se kanë jetuar më përpara në Itali, nuk kam pas asnjë problem, kanë qenë shumë mirë. Tani erdhëm si ujqër, tha, tani që po ambientohemi këtu në Gjermani, tha po na kap edhe ne alergjia. Edhe dhe unë mbaj mend që vjet nuk kisha asnjë lloj alergjie, asnjë lloj gjëje nga pemët edhe nga kjo, kurse këtë vit e ndjej edhe unë, sidomos në darkë e ndjej më shumë. Po edhe tani që erdha këtu më filloi një lotim sysh, nuk e keni iden, nuk besoj se do vi më për 1-2 javë të paktën sa të çelin pemët mirë. Kjo është edhe dreka ime, nga dita e djeshme kanë ngelur të gjitha, edhe më bëftë mirë. Riktheva dhe në shtëpi, është edhe momenti që të mbyllim këtë vlogun. Të keni arritur deri në këtë pikë, ju ftoj të komentoni këtë emoji këtu, në mënyrë që ta kuptoj se kush më ndjek me vëmendje dhe i ndjek videot e mia deri në fund, dhe mos harroni të klikoni një subscribe sepse sapo të arrijm 5k subscribers, do flasim për gjithë historinë time të shkollës dhe çdo gjë tjetër, se çfarë do ndodh në vitin tim të ardhshëm, që do jenë gjëra shumë të bukura. Nuk e di si po më mban vendi ende pa ju treguar. Atëherë uroj të jeni sa më mirë, ne do shihemi në video në radhës. Paqim!